Alba Story prezanton. Mirëdita të gjithëve. Sot do të dëgjoni një histori nga unë, një djalë 27 vjeç. E di që shumica e atyre që rrëfehen këtu janë në një moshë më të pjekur, por me besoni, kjo që do t'ju tregoj sot ka për t'ju lënë pa fjalë. Është një ngjarje që se kam ndarë me askënd e as shokut tim me të ngusht, sepse bota ka gjykim të shpejt, por unë e di që këtu ju dini të dëgjoni e të kuptoni se çfarë është jeta. Unë jetoj dhe punoj në Tiranë. Si çdo i ri në kryeqytet, jeta është një vrapim i përditshëm. Kam qira në shtëpisë, shpenzimet, kafenet e stresin e punës. Por rrënjët e mia janë larg, në një fshat të qetë e të gjelberuar, ku kam kaluar fëmijërinë. Në atë fshat, në shtëpinë e vjetër të familjes, jeton një grua. Tani, dëgjoni me vëmendje që të mos më keq kuptoni. Ajo nuk është gjyshja ime. Gjyshja ime e vërtet, nëna e babait tim, ndërroi jetë shumë herët. E gjyshi im, pasi mbeti i ve, u martua përsëri me një grua shumë më të re se vetja, një grua të pjekur, të bukur dhe plot jetë. Vitet kaluan, gjyshin ala, dhe kjo gruaja e dytë e gjyshit, mbeti e vetme në atë shtëpi të madhe. Me qenë se gjyshi kishte punuar në shtet dhe ajo vet kishte derdhur kontribute, tani merrte 2 pensione, të sajin dhe të gjyshit. Në fshat, me ato të ardhura, ajo bënte një jetë si zonjë. Nuk i mungonte asgjë, përkundrazi, dorën e kishte aq të hapur sa që unë sa her isha në gusht me lekët në Tiranë e vizitoja. Ajo me priste me të mira, me gatuante dhe në fund, kur ikja, me fuste dorën në xhep. Merri këto, se qyteti i do parat, e mua s'me duhen këto mes 4 mureve. Unë edhe këto ushqime që konsumoj gjatë muajit, i mbjell vet. Unë mbjell qep dhe patate e gjëra të ndryshme dhe s'kan çfarë me duhen lekët, me thoshte ajo. Unë shkoja shpesh. Në fillim, për të qenë i sinqert, shkoja për atë ndihmën ekonomike se nuk ka turp ta pranoj. Por sa herë që shkoja, vija re diçka tek ajo. Shtëpia i shëndriste. Ajo vet ishte gjithmonë e mbajtur, me flokët e rregulluar, me një aromë parfumi dhe me një vështrim që mbante brenda një lloj dëshpërimi e vetmie që unë nuk e kuptoja dot. Ishte një grua në kulmin e pjekurisë së saj, e harruar mes qetësisë së fshatit, derisa erdhi një ditë pranvere. Ishte e shtune dhe unë sapo kisha marrur rrogën, por prap nuk me dilnin llogarit për të shtyr muajin. E mendova, po marr makinën e po bëj një xhiro nga fshati. Edhe e shoh, edhe haj një drekë të mirë, e mbase me jep ndonjë lek. Vendosa të mos e lajmëroja. Doja t'i bëja surprizë. Rruga ishte e gjatë, por koha ishte shumë e bukur. Kur arrita tek shtëpia, fshati ishte në atë heshtjen e pasdites, ku nuk lëviz asgjë, e asqend nuk lehnin nga vapa. Eca nëpër oborrin e shtruar me barë. Dera jashtme, ajo derë prej drurit të rënd, nuk ishte e kyçur. E shtyva ngadalë dhe u futa brenda
pa bërë zhurmë. Doja të thërisja, o e zonja e shtëpis, a ke vend për mysafir, si që bëja gjithmonë. Por një zë, apo me sakt, një pëshëretim, më ndali fjalën e fyt. Zhurma vinte nga dhoma e ndenjes. Ishte një derë e mbyllur vetëm për gjysëm. Hapat e mbi tapetin e trashtë të korridorit ishin krejt e heshtur. Kur u afrova tek dera dhe pash nga e çara, mu prefryma. Atë pamje nuk e shlyej dot kur nga mendja. Dhoma ishte pak e rrësuar, me perdet e mbyllura për gjysëm, që të mos futej dielli i nxehtë. Ajo ishte aty. Mbi divanin e madh kishte veshur vetëm një këmishë nate prej mëndafshit e hollë, që nga vapa i kishte rrëshqitur e zbuluar njërën shpatull. Ishte krejtësisht e humbur në botën e saj. Nuk dinte që e shihte kush. Syti kishte të mbyllur fort, e frymarrja e saj ishte e rëndë, e shpejt dhe trupi i saj dridhe i lehtë nga një nxehtësi që s'kishte lidhje me stinen. Një rëndore kishte humbur në për flokët e saj të zinj, ndërsa dora tjetër po përkëdhelte qafën e saj. Dhe zbriste nga dal duke kërkuar atë ngrohtësi e atë afshburri që i kishte munguar prej kaq shumë vitesh në atë shtrat të fortë. Ajo po përpiqej të shuante një zjarr të madh që po e diqte nga brenda, po përpiqej të jepte vetes atë që fati ja kishte mohuar që disa vite. Mbeta i ngrir pas dere. Gjaku me vërshoi në kokë, një djalë i ri, 27 vjeç, me gjakun që të vlon, përballë një skene të tillë. Çfarë mund të bëja? Të kthehesha mbrapsht e të ikja si frigacak. Jo, s'mundesha. E shtyva derën dhe u futa në dhomë. Ajo hapi syt me një të trembur, kur me pa aty, në mes të dhomës, e ju skuq fytyra flak. Ngriti këmishën e mendafsht dhe tha, si hyre ti pa trokitur. Bëlbezoi dhe zëri po i dridhej si gjethja në erë. Ishte zën ngusht, ndihej aq e pambrojtur dhe aq në faj para meje. Unë nuk fola, e mbylla derën pas vetes dhe rrotullova çelsin, e hodha çelsat e makinës mbi tavolinë dhe u ofrova. Nuk kap se të kesh turp, i thash me një zë të qetë e të thellë, duke e parë drejt e në ata sy që i shkëlqenin. Vetmia nuk është mëkat, i thash. Bëra hapat e fundit derisa u ula në puzë të divanit aty pranë saj. Ajo ishte krejtësisht e shtangur. Nuk lëvizte dot. Vetëm frymarrja i ndëgjohej nga tensioni. Unë ngrita dorën dhe ja mora atë dorën e saj, që deri pak më parë po kërkonte ngushëllim, e ja putha lehtë në pëllëmb. Më pas, gishtat e mi i kaluan tek qafa saj e bardhë, aty ku lëkura i kishte akoma të nxehtë. Atë që po kërkoje, lëre që ta përfundojon, i përshpërita afër veshit. Ajo nuk kundërshtoi. Ai turp apo ajo distancë që kishim mbajtur deri atëherë u shemb në një sekondë të vetme. Ajo i hodhi krahët e saj rreth qafës sime. Me përqafoi, duke me tërhequr drejt vetes me një dëshirë të çmendur e të papërmbajtshme. U rrokullisem e buzët tona u gjenden në një puthje aq të etur e aq të thellë, sa që dukej sikur donim
Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe. Faleminderit që na ndoqët.